Okej. Kur jeni gati, unë jam gati. Përshëndetje për gjithë. Unë si ministër në detyrë, sot kam bënë ndërheqje tek varësi im, këtë rast kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, edhe rrjedhimisht me qenë se është detyrim ligjor dhe kushtetues, konstituimi i kuvendit edhe pika numër 1 që nënkupton verifikimi i mandateve, një gjë të tillë e pamundësoi lista sërbska me abstenim dhe opozita duke votuar kundër. Kjo është një rrethonë e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullorës së punës së kuvendit nuk është e paraparë dhe definuar, edhe rrjedhimisht kryesuesi i seancës së sotme ka vendosur që për një situatë të tillë të re të krijuar të drejtohet presidentit të Republikës Kosovës dhe rrjedhimisht është në diskrecionin e presidencës të kthejë në një përgjigje ose të drejtohet gjykatës kushtetuese. Po, unë dorëheqjen e jap kur të vlerësojon, jo kur don ti. Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së betimit. Ne para dhënies betimes i kemi deponu dorëheqjet tek shefi i qeverisë, Albin Kurti, e Albin Kurti i ka deponu pjesën e dorëheqjes ish kryetarit ose kryetarit në detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri, Glau Konjusës. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër se si mund të veprohet ndryshe, po ajo që dihet është që lista sërbska dhe opozita e pamundësoi konstituimin e institucioneve ose hapin e parë të zgjedhjen e kryetarit të koha dhe antar tjerë të komuniteteve jo shumicë që nuk kanë marrë pjesë. Arsyeja pse nuk kanë marrë pjesë është krejt rasti për shkak se disa prej tyre kanë marrë pjesë në komisionin për verifikimin e mandateve dhe rrjedhimisht ka qenë momenti jo i përshtatshëm që nuk janë gjendë në salë. Në rast se do të verifikoheshin mandatet, ne kemi pas emrin për kryeparlamentar, kurdo që vije koha e shpalosëm edhe emrin e kryeparlamentarit. Të gjithë ministrat kanë ofruar dorëheqje, mirë po, pavarësisht që kemi dhënë dorëheqje, unë kthehem në zyrën ku e kam të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë, nga zyra e kryeministit edhe largimi i ministrave nga zyret e ministrive me çrast do të krijojnë mundësia krijimit të një hendeku të madh, në kupton që dikush nesër mundet me thonë që kemi bërë vepra penale deri në nivel të tradhtisë kombëtare. Emri i ri do të shpaloset momenti kur ne të kemi të verifikuar mandatet edhe kur të krijohet hapësira rrethona kushtetuese dhe ligjore që të konstituojmë kuvendin. Është çështje e diskrecionit të koalicionit vetëvendosje Guxo dhe Alternativa se kush është emri. Nuk kam çka flas në këtë fazë përderisa opozita dhe lista sërbska ka mundsuar konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës për të hapë mundësi dhe për të futur në afate ligjore dhe kushtetuese për të pas institucione e Republika Kosovës, për të pas kryetarin e kuvendit dhe rrjedhimisht për të hyrë në afate kushtetuese për nominimin e mandatarit për kryeministër të qeverisë ardhshme. Është çështje e deklarimit që përfaqësues nismës këtë rast kryetari zoti Limaj është në diskrecion të tij dhe është çështje e tij, nuk mundem me u dhëm për folje. Përfoljet janë nga më ndryshme, nuk jam këtu për me dhëm përgjigje për përfoljet. Ai që do të zgjedhet kryetari i kuvendit do të jetë emër. Jo, nuk është çështje mungesës së transparencës, është debati vazhdueshëm dhe vendoset në momentin ku krijohen rrethonat e favorshme dhe të përshtatshme për me vazhdu tutje. Jo, për shkak se në rrethon të tillë në kupton shkelje të kushtetutës, për shkak se ka interpretim për këtë çështje, kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar që del nga zgjedhjet e është ekskluzivisht e drejtë e grupit më të madh parlamentar të zgjedh ose të propozoj. Jashta propozimit nga grupi më i madh parlamentar, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të ketë
kryetar tjetër. Duhet të jetë nga lëvizja vetëvendosje ose i propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Jo, ajo është skele kushtetuese dhe nuk vjen shprehje, nuk mund të ndodhë një situatë e tillë. Krejt opsionet beten përderisa ne jemi para një situate që asnjëherë institucionet e Kosovës nuk janë gjendë para një situate të tillë, është çështja e interpretimit të Presidentes së Republikës Kosovës si përfaqësues e unitetit popullit ndërkohë parë, po mandej edhe interpretimin që mund të më pasu nga gjykata kushtetuese në rast se presidenti ja vendos një drejtu. Unë nuk jam këtu për me folë për, ose me i komentu për foljet, ne nuk kemi asnjë komunikim me listën srpska, edhe synimet edhe angazhimin tonë për t'i dhuru Kosovës institucione, në shërbim të Kosovës asnjëherë nuk e bazojmë tek numrat edhe komunikimin me listën srpska. Për unë nuk jam këtu për të komentu për situatat hipotetike. Unë jam këtu për të dhënë një shpjegim edhe për shkrim të asaj se çka ndodhi në seancën edhe cilat janë hapat tutje. Ju falenderit shumë, gjithë mira, fund bërë. Po? Po, se na përskatet. Atëherë jemi sërish në studio dhe do të flasim edhe pak për këtë situatën pra pas deklaratës së ministrit të bujqësisë Faton Peci, i cili tha se kjo është një situatë e re edhe ku do të kërkohet fillimisht një interpretim nga ana e presidentes Osmane pra sa i përket verifikimit të mandateve. Si e shihni këtë deklaratë, Violeta? Po, është situatë e re që shëtë partitë politike janë bërë ekspertes që të përfitojnë nga procedurat. Tani është interesante kjo që presidentja duhet të jap një interpretim. Faktikisht për ne është shumë e qartë që pa u përfundu procedura, do të thotë e miratimit të këtij raporti nuk mund vazhdojnë me pika tjera, nuk po dim se cili është qëllimi që duhet t'i kaloj pra vendimarrja e presidentes. Faktikisht kështu që do duhet të bëhej është që dokumentacioni për komisionin për verifikim të mandateve të plotësohej me aktet e dorëheqjes, pra dokumentet nga ekzekutivi, të vinë aty të kompletohet dokumentacioni, ta shqyrtohet sërish ai material dhe pastaj të vazhdohet seanca dhe të sillet sërish në seancë. Dhe të shihet, unë besoj që deputetët nuk e kanë problem që të votojnë një raport që është në rregull. Nuk besoj që nuk pam do një tendencë të tillë. Arsyeja pse raporti u refuzua sot është sepse ai nuk ishte në rregull, pra mandatet e deputetëve nuk ishin në rregull. Por megjithatë do të shohim tani se si presidentja do të reagojë ndaj kësaj kërkese dhe të shihet se si do të procedohet. Tutja ajo është që është e qartë është që seanca nuk mund të pezullohet më shumë se 48 orë, pra do të vazhdoj në çdo skenar të mundshëm dhe besojmë që edhe presidentja do t'ju jap një përgjigje shumë shpejt deputetëve. Do të shohim si do shkojë ky zhvillim. Do ta kemi edhe një herë në një lidhje direkte kolegen Marigona Brahimi që vazhdon të jetë aty lart tek pjesa e mediave ku qëndron atë Marigona, me sa pam janë larguar të gjithë deputetët tashmë nga salla plenare. Po fitim pra si që edhe mund të shihet nga pamjet që po i përcjell kamermani Veton Vehapi, janë larguar tashmë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës që ishin pjesë e kësaj seance solemne konstituive që dështoi disa minuta më parë, me që nuk pati dakordim mes grupeve parlamentare për t'i dhënë një zgjidhje raportit të komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve, i cili nuk arriti të votohet